Partia Demokratike vijon me denoncimet që sipas tyre faktojnë pretendimet për një farsë të mundshme elektorale në zgjedhjet e 11 majit. Duke u referuar votimit nga diaspora, zëdhënësja për antikorrupsionin Ngenta Vangjeli ngriti akuzën se posta DHL që mundësoi transportin e materialeve zgjedhore nuk ka marrë firmat e emigrantëve. Konkretisht janë konstatuar raste të shumta ku në vend të nënshkrimit të çdo votuesi nga diaspora janë gjetur dhe konstatuar viza, pika, iniciale, simbole të tjera pas një vlerë identifikuese apo pafund raste kur mungon plotësisht çdo formë nënshkrimi nga zgjedhësi. Gjatë deklaratës, theksoi se fletët që nuk kanë nënshkrimet e zgjedhësve duhet të quhen të pavlefshme. Rrjedhimisht ato vota nuk janë të vlefshme, janë të palishme dhe zerojnë procesin e diasporës. U shpreh se përgjegjësia për këto gabime bie mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që nuk kreu verifikimet e duhura që në fillim. Përgjegjësia për mbrojtjen e tyre bie para të gjithash mbi KQZ si institucioni që administron këtë proces. Për Partinë Demokratike, një qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme do të zgjidhnin Gërçin.